Belinda Balluku. Në këtë drejtim, duhet të evidentohet se rasti konkret paraqet rrezikshmëri të shtuar për shkak të përsëritjes në vimësi të njëjtës vepër penale, duke dëmtuar drejt për drejt imazhin e institucioneve shqiptare në sy të opinionit publik, por edhe imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Nga ana tjetër, nevojat e sigurimit janë rënduar për personin në hetim dhe të pandehurën Belinda Balluku. Është fakt që prokuroria nuk ka kërkuar mas sigurimi në momentin që deputeti Belinda Balluku është marrë i pandehur për një fakt penal, konkretisht shkeljet në ndërtimin e tunelit të Llogaras. Më pas ka lindur nevoja për caktimin e masës sigurimit, sepse ajo ka marrë cilësinë e personit nën hetim edhe për një fakt tjetër penal, ndërtimin e lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës, ku prokuroria dhe gjykata, në respekt të parimit të përshtatshmërisë dhe proporcionalitetit të masave të sigurimit personal, kanë kërkuar dhe caktuar një masë të lehtë sigurimi personal, atë të ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe të masës ndaluese pezullim të ushtrimit një funksioni publik, e cila në këtë moment ka mbetur e pazbatueshme për shkak të propozimit për shkarkim të saj nga detyra nga ana e kryeministrit. Më pas, në ngarkim të deputetes Belinda Balluku, janë atribuar edhe 6 fakte të reja penale dhe indicje të mjaftueshme për 3 fakte të tjera penale, dhe kjo ka diktuar nevojën e prokurisë për të kërkuar autorizim nga Kuvendi i Shqipërisë për t'u lejuar që të paraqesë në gjykat kërkesën për caktimin e masës arrest në burg apo arrest në shtëpi. Për më tepër, moskryerja e veprimit mund t'i jap mundësi të pandehurës që të dëmtojë hetimet dhe të pengojë drejtësinë. Është kompetencë e prokurisë dhe gjykatës që më pas të vlerësojnë në mënyrë periodike vijimin ose jo të nevojave që dikton kryerja një veprimi të caktuar në mbrojtje të hetimeve. 5. Provohet përmbushja e të gjitha kritereve të përcaktuara nga Komisioni i Venecias për heqjen e imunitetit. Deputeti Belinda Balluku, përmes avokatëve të saj, nuk ngriti, edhe pse u pyet nga deputetët e opozitës, asnjë pretendim se ndodhemi përpara ndonjërit prej kritereve që ka përcaktuar Komisioni i Venecias për mbajtjen e imunitetit dhe konkretisht, kur pretendimet janë qartazit dhe haptazit pa bazuara, rrethan në cilën nuk ndodhemi, kur shkeljet e pretenduara është pasojë e paparashikuar e një veprimi politik, nuk ndodhemi në një rrethan të tillë, ku pretendimet që janë paraqitur janë qartësisht për motive politiko-partijake me qëllim shqetësimin ose intimidimin e deputetit apo ndikimin tek mandati i tij, nuk ndodhemi në një rast të tillë, kur procedura ligjore mund të rrezikojë funksionimin demokratik të kuvendit ose drejtat themelore të një deputeti ose grup deputetësh. Edhe në këtë rrethan nuk ndodhemi. Në mungesë të këtyre pretendimeve, kuvendi nuk mund të dalë jashtë vlerësimit të këtyre kritereve dhe është i detyruar të votojë pro heqjes imunitetit për shkak se provohet që përmbushen të gjitha kriteret e përcaktuara nga Komisioni i Venecias për heqjen e imunitetit, të cilat i listojmë më poshtë. Heqja e imunitetit të deputetes Belinda Balluku nuk e vën në rrezik serioz funksionimin demokratik të parlamentit. Kërkesa për dhënien e autorizimit është përshkruar në aktet e prokurisë se bazohet në shkaqe të drejta, të rëndësishme dhe të sinqerta. Shkeljet e pretenduara nga ana e prokurisë, akuzat e ngritura, janë veçanërisht të rënda, për shkak se ajo është e përsëritur në 11 fakte penale me një dëm të konsiderueshëm financiar dhe me një fond publik me një vlerë të jashtëzakonshme 1.1 miliard euro. Shkelja që i atribuohet deputetit Balluku dhe për cilët kërkohet heqja e imunitetit nuk është pasojë e veprimtarisë së saj si parlamentare, por si pjesë e pushtetit ekzekutiv. Dhënia e autorizimit është një barrierë e vërtetë e cila nëse nuk realizohet, atëherë verifikohet një pengim real ndaj drejtësisë dhe hetimeve. Mosdhënia e autorizimit është një akt i cili komprometon tërësisht autoritetin dhe legitimitetin e parlamentit në sytë e publikut dhe në marrëdhënien me institucione e tjera kushtetuese për shkak se shkel pas një motiv ligjor parimin kushtetues të barazisë përpara ligjit dhe parimin e ndarjes dhe balancimit mes pushteteve. 6. Provohet përmbushja
e të gjitha kushteve dhe kriterjeve ligjore të caktimit të masës së sigurimit parashikuara nga nenet 228, 229, 230 dhe 260 të kodit procedurës penale. Konkretisht, deputeti Belinda Balluku nuk ndodhet në kushtet e ndalimit parashikuar në pikën 1 të nenit 228 të kodit procedurës penale, sipas cilit askush nuk mund t'i nështrohet masave të sigurimit personal, në qoftë se në ngarkim të tij nuk ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova. Dyshimi i arsyeshëm për kryerjen e veprave penale në të paktën 11 fakte penale ekziston dhe ai është i bazuar në prova të mjaftueshme, gjithsej 80 prova, që prokuria i ka paraqitur në mënyrë shtëruese në kuvend. 2. Deputeti Belinda Balluku nuk ndodhet në kushtet e ndalimit parashikuar në pikën 2 të nenit 228 të kodit procedurës penale, sipas cilit asnjë mas nuk mund zbatohet ku ka shkaqe pa dënueshmërie apo të shuarjes së veprës penale ose dënimit. Në rastin konkret, nuk ekziston asnjë shkak pa dënueshmërie apo shkaqe të shuarjes veprës penale apo dënimit sipas legjislacionit në fuqi. Deputetja Belinda Balluku përmbush të gjitha kushtet për caktimin e masës sigurimit personal të parashikuar në pikën 3 të nenit 228 të kodit procedurës penale, sepse prokuria provoi se ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provave bazuar në rrethana konkrete fakti. Ekziston rreziku që ajo të largohet për shkak se rrezikon një dënim të rëndë për një krim të rëndë që sipas prokurisë mund shkojë edhe deri në 35 vite. Për shkak të rrethanave të faktit, përsëritjes së krimit dhe personalitetit të pandehurës, dyshohet për kryerjen e veprave penale në 11 raste, ka rrezik që ajo të kryejë krime të rënda ose të njëjtit lloj me atë të cilin procedohet. Tentativa për pengimin e drejtësisë përmes intimidimit të dëshmitarëve tashmë ka ndodhur dhe po hetohet si një procedim i veçantë nga ana e prokurisë. Së katërti, në kërkesën për autorizim, prokuria ka argumentuar se kërkesa e saj për caktimin e masës së sigurimit ka mbajtur parasysh përshtatshmërinë e secilës prej tyre me shkallën dhe nevojën e sigurimit që duhet marrë në rastin konkret, duke përmbushur kështu kushtin e përcaktuar në pikën 1 të nenit 229 të kodit procedurës penale. Është fakt që prokuria dhe gjykata kanë respektuar deri tani parimin e përshtatshmërisë dhe proporcionalitetit masës së sigurimit personal. Në këtë mënyrë, prokuria përmes veprimeve konkrete të përshkallëzuara ka respektuar kërkesat e pikës 2 të nenit 229 të kodit procedurës penale, sipas cilit çdo masë duhet jetë në raport me rëndësinë e faktit dhe të sanksionit që parashikon. Kërkesa për zëvendësimin e masës së sigurimit ndalim për dalje jashtë shtetit, me ato të arrestit në burg apo arrestit në shtëpi, ka ndodhur kur rëndësia e faktit penal është rritur nga 2 fakte penale. Tashmë, deputetja Belinda Balluku është në hetim për 11 fakte penale, nga të cilat për 1 ka statusin e të pandehurit, për 7 ka statusin e personit nën hetim, ndërsa për 3 të tjera ende nuk ka një status konfirmuar procedural.